Ditën e djeshme Luizi u surprizua nga familja Lunushi dhe Kiara u shfaqen, por jo në dhomën e surprizave, por në koder tek shtëpia me xham e mbushur plot me drita e trendafila, ku ka me të bukur se si atëherë kur kjo të ngjallte nostalgjinë e nota. Humori Luizi tha se me kujtohet edhe kameramanit e cilin ai u drejtua se do ta puthte pa kursyer dashurinë dhe mesazhin e qartë që do të transmetonte te i gjithë publiku, por momenti më i bukur ishte kur ai pa Lunën dhe Kiarën, të cilat po afroheshin. Pa pritur ati ju mbushen syte me lot një super emocion ku çdo baba do ta përjetonte në një formë të tillë të rikthehej në vendin ku i ka propozuar partneres, po kete radhe me një engjëll të vogël dhe ti tregoj vendin ku mama dhe baba janë takuar dhe i kanë thënë po dashurisë për njëri tjetrit. Sa moment i bukur, por më e bukur ishte te llastica jone e vogël, e cila si fillim i mbajti qendrim babi Luizit dhe më pas u zbut duke i qeshur dhe duke filluar të luajë me të duke bërë mimika të shumtate, cilat Luizin e tërbojnë fare. Janë pikërisht këto mimika ku babe e bie fillojnë të luajnë me njëri tjetrin. Së bukur të gjithë të lumtur në këto momente, por mos harrojmë detajet të tjera. Ky ambient ishte bere fiks si dikur. Kjo i ngjalli ciftit një nostalgji të madhe ku Kiara i tha Luizit jemi si dikur, e ndërsa Lunushi e shikonte ambientin si e habitur, çdo gjë ishte kaq perfekte. Luizi nuk harroi ta falenderonte vellajën e madhe si dhe Ledionin, i cili është një njeri i mrekullueshëm plot vlera dhe stil. Ai ka shprehur dashamirësi për Luizin dhe i ka thënë edhe unë si Ledion jam një fan i madh i marrëdhënies suaj familjare, ju vlerësoj shumë Luiz. Me pas Luizi i ka kërkuar të rri edhe ca me familjen, ndërkohë ti Ledion merru me banoret e tjere. Këto momente kanë pasur shumë humor dhe bashkëpunim. Pak ore më vonë Luizi ka dhënë dhe lajmin që do të dalë nga shtëpia, duke i zvageluar panikun banorëve të tjere, sepse ky luan ishte një sfidë e vërtetë për shumë banor, por disa e suportuan dhe u miqësuan me të, por qëllimi i Luizit ishte të jepte një mesazh konkret: dashuroni sa më shumë, i qëndroni larg konflikteve dhe jepni sa më shumë sinqeritet në marrëdhëniet tuaja. Ai u shpreh se qëllimi i tij ishte i qartë, nuk ishte ardhur për loje, por për t'u treguar një realitet që tashme i ka ndryshuar jetën, pra për t'ju dhënë një shembull të mirë dhe për të vënë pa aftësitë e tij suksese Luiz. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.